Çdo vit, miliona musliman nga e gjithë bota udhëtojnë drejt Mekës për të kryer haxhin. Është një udhëtim që ndjek gjurmët e profetit Ibrahim, një njeri që simbolizonte besimin dhe sakrificën. Ja pse ky pelegrinazh është kaq i rëndësishëm. Haxhi është një nga 5 shtyllat e Islamit, një detyrim që çdo musliman, i aftë fizikisht dhe financiarisht, duhet ta kryejë të paktën një herë në jetën e tij. Ky udhëtim shpirtëror i besimit, unitetit dhe përkushtimit zhvillohet çdo vit nga data 8 deri më 13 Dhulhixhe, muaji fundit i kalendarit hënor islam, në vende të caktuara brenda dhe rreth Mekës në Arabinë Saudite. Gjatë 5 ditëve, ritualet kryhen në Mina, Arafat, Muzdelife dhe Mekë. Gjatë haxhit, pelegrinët duhet të përmbahen një sër rregullash të rrepta, të cilat janë praktikuar dhe mësuar nga profeti Muhammed. Ritualet gjithashtu kanë afate kohore, brenda të cilave duhet të përfundojnë. Në ditën e 8 të Dhulhixhes, ose ditën e parë të haxhit, pelegrinët hynë në atë që quhet ihram, pra në një gjendje pastërtie. Burrat veshin 1 ose 2 copa të bardha, pa qepje, për të mbuluar trupin në mënyrë modeste, ndërsa gratë veshin veshje modeste. Kjo do të jetë e vetmja lloj veshjeje që do të lejohen të mbajnë gjatë ditëve të ardhshme. Rregullat gjatë gjendjes së ihramit përfshin mos përdorimin e parfumit, mos prerjen e flokëve dhe thonjve, si dhe shmangjen e debateve, të gjitha në një disiplinë të rreptë shpirtërore. Ihrami simbolizon barazinë në sytë e Zotit. Me që të gjithë vishen njësoj, nuk ka mënyrë për të vlerësuar pasurinë apo statusin shoqëror të njëri tjetrit në këtë botë. Të gjithë janë të bashkuar për një qëllim të vetëm, adhurimin e Zotit. Gjatë këtyre ditëve, pelegrinët do të recitojnë një zëri, Lebejk Allahume Lebejk, që do të thotë ja ku jam o Zot, si një shprehje e përkushtimit të tyre. Pikërisht në ditën e parë, haxhilerët shkojnë në Mina, në periferi të Mekës, ku kalojnë natën në lutje. Mina njihet si qyteti i çadrave dhe është vendi ku profeti Muhammed ngriti çadrën e tij gjatë pelegrinazhit të tij. 9 Dhulhixhe, ose dita e 2 e haxhit, është dita më e rëndësishme e pelegrinazhit. Nga mëngjesi deri në perëndim të diellit, pelegrinët e kalojnë ditën në lutje pranë ose mbi malin Arafat, i cili ndodhet rreth 20 kilometra nga Meka. Dita e Arafatit konsiderohet si dita më e madhe në kalendarin islam, e shënuar nga falja e madhe e Zotit. Është një ditë kur Zoti në ajetin 5:3 të Kuranit shpalli se Islami është feja e fundit dhe më e përsosur për mbar njerëzimin. Është gjithashtu dita kur Zoti bëri që çdo shpirti të premtojë se do ta ndjekë atë para se të lindte. Dita e Arafatit u kujton besimtarëve ditën e gjykimit dhe jetën e përtejme. Pas perëndimit të diellit, pelegrinët lëvizin drejt fushave të hapura të Muzdelifes, të shkëputur nga shpërqendrimet dhe rehatit e jetës së kësaj bote. Ata flenë në fushat shkëmbore në qiellin e hapur. Është këtu ku ata mbledhin guralec për ritualin e hedhjes së ditës së nesërme. Muzdelifeja përmendet nga Zoti në Kuran si një vend i shenjtë dhe është vendi ku profeti Muhammed ka pushuar dhe ka mbledhur guralec para se të nisej për në Mina të nesërme në mëngjes. Dita e tretë është Kurban Bajrami, ose dita e sakrificës. Në agim, pelegrinët kthehen në Mina ku hedhin gur në një nga 3 xhemeratët. Xhemeratët janë 3 shtylla me madhësi të ndryshme, e madhe, e mesme dhe e vogël, të cilat goditen me gur si një simbolike gurëzimit të djallit. Ky ritual është vetëm një përkujtim simbolik e asaj që profeti Ibrahim bëri kur ishte duke shkuar për të sakrifikuar djalin e tij Ismailin në bindje ndaj urdhrit të Zotit. Gjatë rrugës për ta kryer këtë veprim, djalli u përpoq 3 herë ta ndalonte, por çdo herë Ibrahimi hodhi guralec drejt tij për ta larguar. Pelegrinët ose vetë ose përmes një pale të tretë do të sakrifikojnë një kafsh, në përkushtim të gatishmërisë së profetit Ibrahim për të sakrifikuar djalin e tij Ismailin. Zoti e zëvendësoi Ismailin me një dash për të vënë në provë durimin dhe besimin e profetit Ibrahim. Pasi sakrifica përfundon, pelegrinët duhet të kryejnë tavaf, duke ardhur 7 herë rreth e rrotull Qabes, strukturën prej gurit të mbuluar me pëlhur të zezë në zemër të xhamisë së madhe të Mekës. Sipas traditës islame, Qabeja është ndërtuar nga profeti Ibrahim në kohët biblike. Pelegrinët më pas mund të ruajnë kokën ose të shkurtojnë flokët, të lahen dhe të veshin rrobat e zakonshme. Kjo shënon përfundimin e gjendjes së ihramit.
Pelegrinët do të kalojnë ditën e 4 dhe të 5 në Mina, ku do të luten dhe do të gjuajnë me gur të 3 xhemeratët. Rituali i fundit i haxhit është tavafi i lamtumirës, i cili zakonisht kryhet 1 ose 2 ditë para se pelegrinët të kthehen në shtëpi. Haxhi është i vetmi grumbullim në botë ku miliona njerëz qëndrojnë krah për krah, pa hierarki dhe pa ego, vetëm njerëz që kërkojnë falje dhe lidhje shpirtërore. Shumë kthehen nga haxhi më të urtë, më të qetë dhe më reflektues. Haxhi nuk është thjesht një udhëtim, është një transformim i gjendjes shpirtërore, emocionale dhe mendore të njeriut.